Besoj që tashmë e dini që ne nuk jemi asnjëherë vetëm në Kinotek në Sol. Po, jem me mua. Unë në fakt duhet them që për këtë personazh të cilin kemi të ftuar në këtë puntat të re të Kinotekës, deri vonë kam menduar që kishte emrin artistik, emrin e vërtet. Bëhet fjalë për Zebervoki. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe Marius. Shiko, ky është një format pak më intim, siç natyra e podcastit është, kështu që të referova me emrin Marius. Jo, me thënë drejtën, komplimenta herë për punën. Shumë faleminderit. Dhe me të vërtetë është kënaqësi për mua. Edhe e kam pas me shef që ti isha pjesë e këtij programi vetëm për të vetëm fakt sepse kryefjala e këtij janë filma dhe normalisht. Po, dhe ti do shumë filmat, kinematografin dhe le të themi që një pjesë të mirë të gjërave i ke bërë edhe me shumë sforco në kinematografi, me gjitha produksionet që ke publikuar. Sforcot kanë qenë nga filmi i parë deri te filmi me cilin po punoj aktualisht, sepse është një treg që ti nuk ke kurrë të rehatin apo të luksin që të bësh çado lloj gjë dush pa të dhimbje. Po sigurisht, nëse një gjë jashtë bie fjala po ja fuskot e bën duke u lodhur X, këtu duhet lodhesh 3X, duhet lodhesh 3 herë më shumë për të bërë një gjë. Sa kilogram ke humbur? Ja, për zotin, gjithë ma kanë vënë duke pjesën e sepse kam rënë minimumi 6-7 kg, mos ka bëj. Më thuaj pak të lutem sekretin. Ti fit je kështu apo fit, po patjetër, por gjatë kohës që merrem aktivitet fizik normalisht kam tjetër performancë show fizike këtu. Po unë do ta pyesja cili është sekreti për të dobësuar. Jo. Po bëj takoj që po e vuaj. Të punosh kam mëngjesi deri në darkë. Fakti që unë le të themi kam pas angazhim me filmin, do thotë që unë jam shput totalisht nga aktiviteti fizik, se minimumi gjës është që kam bërë vrap, kupton, por të bësh vrap pa bërë pesha normalisht nuk ke masë muskulare. Do ruash një linja për të pas një trup fit, po jo shumë vërtet. Po pastaj besoj edhe në sheshgjërim, duhet të jesh gjithkohon shumë i angazhuar edhe prapë edhe ajo të mban duke. Unë si natyrë jam hiperaktiv sepse jam gjithkohon dure thonj si i thot populli dhe normalisht nuk është se bëj vetëm punën time që më takon mua, por gjithmonë mundohem që t'jap kontributin tim edhe tek detyrat që s'janë fare të mia, kupton, kështu që. Bukur. O Marius, shiko, do më shuash kuriozitet mua, emri i artit, Zebervoki, cila është origjina e tij? Si qysh tek? Pse? Ishte një emër, një nevojë më saktë që të kisha një pseudonim në rrjetet sociale pak funny, pak komike dhe pak çuditshëm njëkohësisht, sepse normalisht unë nisa një eksperiencë në rrjetet sociale pa e menduar se ku do dilja apo pa pasur një target kryesor. 2017, po bëra një video funny, imitim me që gjithmonë ka qenë dhënë le të themi për imitimet që nuk është për flas për imitime personazhe, shumë personazhe, po thjesht kapsha një personazh publik edhe kishte raste që e posedosha më së miri. Dhe këtë bëra. Bëj një video imitimi, ajo shpërtheu në rrjetet sociale, bëri buj. Edhe ti e kuptove që okay. Dhe unë u zgjova, domethënë fjeta me 200 followers që kisha shokët e mi, 200 followers dhe 700 e ca followings që i kisha unë, dhe jam zgjuar të nesmen me 4000 e ca followers. Çfarë mendove? Me gjithmonë brenda natës ishte ky apo e ke kështu? Kam postuar video nga ora 10 e darkës, mëngjes pastaj shoh unë 4000 e ca followers, thash wait a minute, çfarë bënov? Kjo është dëgjohesh me fakt. Ti që kishe postuar edhe ata që të kishin bërë follow edhe videoja që kishte shkuar virale, po çka kërkoi zgjuar në orën 4 mëngjes? Jo, nuk thash 4 mëngjes, nuk specifikova kohë. Domethënë faktikisht kohët e fundit ora 4 për mua në mëngjesit është momenti ku unë flet gjumë. Nuk e zgjohem, kështu që le të themi dita mbyllet vonë dhe nis një çik vonë. Nga ora 11 shumë, zakonisht. U zgjova mbret, le të themi, për një çun katune si puna ime, ishin too much 4000 followers, edhe për i çun qyteti si puna ime shumë janë. E mban më gjithë situatën Marius kur momenti i parë që se kam përshtypjen nuk është aq e thjeshtë të shkosh viral. Maj mend sepse përveç asaj suksesit, le të themi, pata dhe shumë paragjykime, qoftë nga ta afërmit e mi, nga familjarët e mi, qa ke bole, noma, kupton se kështu janë mentalitet bota. Fisi patjetër që fillum ato, lanama, kupton se asë kohë punosh edhe punë që isha shoqërus, dhe ishte qik shumë kontrovers me pjesën e dy gjërat kundërt atërsisht. Serioziteti me karizmikun në një individ ishte si i bën bashk, e çuditshme me gjëra fjala. Unë
Ja, kështu i bën. Problemi im është më tradhton shumë mimika e fytyrës, le të themi, sepse duket sikur jam gjithkohon serioz, gjithkohon me nerva, ndërkohë që un jam chill. A kupton? Pozicioni im i vetë është që rrin gjithkohon kështu. Duhet ndërkohë që un jam chill madje time, mund të jem në momentet mia më të rehatshme. Ja, kështu mendova edhe unë shpaq kur hyre. Njerëzit mendojnë që ore ky çka me ne. Pritje, çka ka ky, shumë herë më zhvon duke kjo pjesa çka kanë ajo që shkon valla se çove çik me nerva. Po, edhe tani që u takuam kur po ngjiteshim sipër kur të pash nga larg thash mos tash mi hodhi hekra tash. Problema, nuk e di. Ka qenë pjesë e ime ndër vite, është stili çashtu. Do vim edhe këtu. Edhe kështu nisi, domethënë për te asaj mirësisë, patat edhe këto siklet e tjera që prit çaboni edhe për një moment unë jeva më vërtet keq, thash ore prit ka që gabuar që nga kjo që ti jesh viral, ndërkohë që unë kisha tjetër qëllim dhe ndoshta një pjesë e mirë njerëzve, paktën ato që më njihshin e morën si diçka si lajthitje, ku dëgjon se si mund ta shoj këtë pjesë. Pastaj pash komentet pozitive nga njerëz që mos më njihshin fare dhe kërkoshin akoma më shumë material, kupton se okay, u bona viral, por nuk u bona viral si kuptimin e më falni për shprehjen idiota, kupton? U bona viral për diçka që është shumë e këndshme. Po i bëj njerëzit për çeshur, edhe njerëzit kanë nevojë të çeshin, kështu që. Edhe kështu ishte pastaj ajo nisja rrugtimit tim që unë fillova të kërkoj më shumë nga vetja dhe të bëja çfarë diet bëja unë. Nuk ishte lajthite, ishte momentum artistik. Po, kush e koncepton atë? Se mos pjesa e njerëzve që nuk e njohin shumë artin do të thotë ai shohin si diçka shumë weird, shumë çuditshme pjesën kur dikush bën diçka që është për te normave, le të themi kështu. Tani kur e mendon që kanë kaluar vite, ti ke bërë disa filma, suksesin tënd e ke arritur, me vështirësi patjetër dhe këtë nuk e vën diskutim, po a thua po sikur mos ta kisha nisur në 2017, po ta kisha shfrytzuar këtë aftësi time vite më parë. Jo, unë mendoj që çdo gjë ndodh për një arsye dhe nëse dikush arrin diçka në një moment caktuar do thotë që ai është momenti vet. Dhe nuk mendoj po sikur ta kisha bërë këtë. Domethënë unë e konceptoj kështu, kam një lidhje të ngushtë le të themi me caktimin hyjnor, që nëse diçka ndodh njeriu, ajo ndodh sepse është e shkruar për të, kupton? Në atë moment. Gjithçka në kohën e dur. Kupton patjetër dhe nuk kemi ne luksin që ta shtym apo ta vonojmë apo ta çojmë më përpara këtë caktim të momente, kupton? Kjo është e gjitha. Dhe normalisht unë nuk është se mendoj shumë për të shkuarën, pse bëra këtë, pse mos ta bëja më herë, ta kupton? Çka ka ndodhur, unë fokusohem te momenti, as te ardhmja, unë shoh çka kam për të bërë sot. Vërtet. E kupton, si kaq është mundësia jonë. Në fakt kjo është gjë shumë e mirë, kjo të heq stresin, se ne rrimë dhe mendojmë, po sikur ta kisha bërë kështu, po pse se bëra kështu, po nesër ja ta bëj kështu. Unë mendoj që janë mundime të kota, ato që me gjithmonë janë mundime të kota. Pra shkos aty nuk ndryshon dot për çfarë. Po është njeriu natyrë autokritike, gjatë gjithë kohës. Unë mendoj që njeriu duhet përqendrohet te hapi radhës, që të mendojë se çfarë hapash ka hedhur deri këtu edhe çfarë hapash do hedhë, ja kupton? Kjo është ajo që unë ose të paktën ky është parimi që unë kam në jetën time. Nuk shoh sa kam hedhur, nuk shoh sa kam për të hedhur, unë shoh hapin e radhës. Aktualisht, a është një hap i sigurt apo jo, apo edhe nëse s'është i sigurt pse jo mos ta bëj edhe për kohë. E shef pak a shumë le të themi e shkel nëse është moçal apo është tokë që të mban, sepse kjo është e në kontroll që ne mund të bëjmë, se pastaj mund të jetë fasad pjesa e moçal tokës që mban sipër të moçal poshtë dhe ose siç do thoshte Viola, çun me këmbë në tokë. Pa guxim s'ka lavdi, kjo është ajo, se normalisht ka shumë njerëz shumë talente vërtet dhe nuk i japin mundësinë vetës duke pas frikë të guxojnë, kupton të. Unë kështu them që njerëzit që kanë një sukses saktum sot janë ato njerëz që kanë guxuar. E vërtet. E vërtet. Marius, për t'ju rikthyer edhe një herë emrit Zeber Voki. Vjen nga Zoti Voki. Po nuk ishte kjo. Siç po thoja, në fillimet e mia pas boomit madh u zgjova 4000 follow, kaluan 2 javë dhe unë shkova 20000 follow për 2 javë. Dhe njerëzit po e donin këtë personazh, po unë ti personazhi tashmë duhesh aty ti vendosë një epitet, ose të paktën një pseudonim që të njihesh edhe ti përshtatesh profilit që ky personazh përcillte tek ndjekësit. Edhe ka qenë periudha, kam qenë në Nipin duke pa Lizën foto e studierave. Edhe shoh për Bincën aty Zeber Voki, okay. Tash Zeber Voki. Çfarë më gjithmonë e ke? Po sikur thash të përdor Zeber Voki për Binci humorit, apo mos e kishte jo. Kupton, e bëra emrin username-in në Instagram atë periudhë Zeber Voki. Zeber Voki prapë s'po mëgjiste, kupton? Thash çfarë mund ta përshtas në model në stil më shqiptar, kupton Zeber Voki se më ngjiti disi.
Thash, po sikur gjën ta bëj Z, okay, Zebervoki, okay, thash Zebervoki. Ngeli Zebervoki dhe sot e kësaj dite ka akoma nga ato njerëz që për shembull nuk i kanë pas sharimet e mia në për intervista, emisione që kanë bërë në lidhje me pseudonime. Ka njerëz që thrasin, më thrasin akoma o Zeber, o Zebervok. Kanë shkruar ndonjëherë email, ndonjë mesazh me Zotivoki? Zebervoki. Zeber, përshëndetje, Zoti Zebervoki. Edhe më të mëdha, Z më të madhe. Në qoftë se ky do të ishte emri yt real, pra Zebervoki, nga janë këta fisi I vokajve? Vokajve do të pa, nuk e di valla. Janë nga bota e çudirave. Bota e çudirave. Ashtu siç ishte Liza nga bota e çudirave, janë edhe pjesa tjetër. Faktikisht ashtu ishte ajo pjesa ime, sepse un kisha dhënë një audicion më parë. Do të ka qenë 2 muaj më parë pa të dhënë një audicion në një shfaqje humoristike në Shqipëri, që zot përmend emrin sepse okay, pa problem. Edhe me thënë drejtën unë shkova pa përgatitur aty, kisha ato aftësitë e mia, e pëlqyen, por më thanë që shiko, duhet ndërtosh një skenar dhe një personazh që të ketë kontinuitet, a kupton? Minimumi për 3-4 shfaqje. Thash unë, kush ka nerva, thash me shkujt tash i 10 skenare, kupton, edhe e lash fare. Kupton, nuk u mora më atë pjesë derisa doli, pastaj erdhi momenti im që thash, erdhi nga hici që më dha atë shtysën për të qenë sot këtu. Super. Mua më bën shumë përshtypje, në fakt, 2 profile të ndryshme të tuat, Marius. Nga njëra anë institucional, në të cilën për momentin janë në një fazë pushimi, duhet të thënë kjo përsëri, dhe nga ana tjetër tek kinematografia, tek humori, tek skenaret. Cila është pika e përbashkët që gjen mes këtyre dy javëve? Asnjë, domethënë nuk ka asnjë pikë përbashkët përveç kontributit që ti në të dy rastet jep për popullin tënd. Domethënë, qoftë me punën profesionin që unë bëj, qoftë me artin që përcjell. Të dyja këto mendoj unë që janë kontribut për gjithë popullatën. Që ndjekin apo që ka mundor që të bëj diçka. Qoftë filmi që unë mundohem që të përcjell sa më shumë pozitivitet, mesazhe ndërgjegjësuese, humor, edhe qoftë puna që bëj që mundohem të jem sa më afër popullatës dhe njerëzve që janë realisht në nevojë. Duke punuar me ndershmëri më të madhe, sepse unë me këtë ëndër jam rrit. Që në hapat e mia të para, ndiqja seriale policesk në të botës, e kupton, dhe shifja me shumë simpati po profesionin dhe profilin që ka një punojës policie. Dhe thoya po, patjetër, është një formë mënyra se e shihja punojësin e policisë ishte si një hero, si Spider-Man apo ku dijon. Po thjesht nga që Spider-Mani apo Batmani apo këto ishin science fiction, ishin paralizueshme pas heroin e pas te këto individ, te mjekët, te xarfiksit, te policët, e kupton? Njerëz që janë gjithkohën kontribut të shpëtimit të jetëve apo ndihmesës së individëve. Mjaft interesante. A ka pas? Yes. Jo, s'ka gjë, vazhdo. Do ta pyesja pak Mariusin, a ka po njësoj këto ndjenjën e reagimit, instinktin përballë një situate edhe kur nuk është në detyrë? E kam sepse realisht me punën që jam, le të themi, deri ku bësh edhe çik më shumë se ç'duhet emocional, por në të njëjtën kohë bësh edhe pak I ftohtë. Ka raste pafund, për shembull, unë kategorinë që unë jam shumë I dhëmshur dhe shumë me zemër të ulët janë pjesa e moshave të treta, edhe të fëmijëve, sepse janë dy grup moshat më të prambrojtura, le të themi, dhe me të drejtën, sidomos te fëmijët I herë dhe te moshat e treta që unë kam qenë vetë prezant në shumë ngjarje, e kam parë që sikur një fjalë e mirë për ato ka qenë, nuk e di, ka qenë begati e madhe, kupton, edhe me thënë drejtën e dashuroj dhe bëj këtë punë si ditën e parë kur kam hyrë, më thënë. Jo, kjo vërtet e meriton një duar trokitje dhe unë gjithmonë e kam besuar që gjitha këto profesione nuk I bëjnë njerëzit rastësisht, I bëjnë njerëzit që kanë një zemër të madhe, I bëjnë njerëzit që kanë një mision brenda tyre, që duan ta përmbushin edhe duan ta realizojnë. Patjetër. Edhe tash, kjo është ajo që unë jam shumë I lumtur që kam pas mundësinë që për te kontributit tim në këto raste që kanë pas nevojë për ndihmën tonë, për aksesin tonë, kam pas edhe nga ato raste që unë kam njoft që jo gjithmonë është autor dhe viktima. Edhe këtu në këtë të lloj profesioni njoft edhe anën e errët njerëzore, atë që 90% I popullsisë nuk e njeh. Dhe kjo më ka bërë, le të themi, më ka kalit në karaktere që mos me besu shumë njerëzve, me besu faktin dhe jo fjalën, kjo është e gjithë. Ka pas ndonjëherë një rast që dikush të ka njohur në detyrë?
99% të rasteve. Ai çuni. 99% të rasteve. Më ka rasis shpesh më ka njoftë edhe le themi një rast u bërë shoqërimi më i këndshëm. Kalon pa kundërshtimin më. Pastaj ka dhe ekstreme tjera, që fakti që ai të njeh dhe ti të shef duke bë humor, të shef në atë tipin që je komplet kundra asaj seriozitetit që prezanton detyra, të merr shumë lehtë, kupton dhe kjo është problem pastaj. Kjo është problem pastaj. Po që thash, kanë qenë raste më të pakta krahasuar me rastet që më kanë njoftë dhe kanë qenë bashkëpunues. Edhe njëri që më mend thamu, tha e kisha menuar se do kapesh atë se normalisht me gjonat që bojon e disha që do vi një moment që do arrestohem, do shoqërohem ta. Po se kisha ditë kur veten me kaq fata që do arrestohem nga një artist. A ka kërkuar ndonjë autograf duke i shoqëruar për komisariat? Autograf jo, po foto po. Foto po. Por normalisht telefonin tillë rast nuk lejohet që për fatin e tyre të kesh ka pas. Po gjithsesi ne i përshëndesim, urojmë të ndal. Shpresojmë shumë për gjithë ato. Ti ke qenë te patrulla apo jo? Unë kam nisë karrierën time patrull. Se nuk besoj që të bëj shkelje të kësaj natyre, kupton? Jo. Po na një shkelje rrugore dhe mund ta bëj që e kupton. Shiko, patrulla të them ty apo të vish, po. Patrulla misionin e vet e ka le të themi tek ruajtja mbarvajtjes rende sigurisë publike. E kupton dhe normalisht në patrull do hasësh dhe raste shkelje rrugore, kësaj natyre. Po unë kam nisë patrull, pastaj normalisht me kalimin e viteve kam testuar dhe kam qenë pjesëmarrës në struktura tjera të policisë shtetit. Dgjoj, ti the që ka anë të errta të policisë shtetit që të njerëzve. Të njerëzve. Ndonjëherë viktima nuk është realisht viktimë. Të qenies njerëzore. Po çfarë janë disa anë të errta që ti ke parë praktikisht se kështu me në teori i dim ne po. Problemi më i madh të njerëzit që shoh kohët e fundit nuk është më as çështja nderit, as çështja moralit, as çështja parimeve. Problemi më i madh dhe sfida më e madhe e njeriut është dëshira për të bërë lek shpejt. Dhe kjo është dëshirë që le të themi një pjesë të mirë ja ka arrestuar totalisht syt edhe sensin e të menduarit, logjikuarit të tash. E kjo është të problem madh. Dhe shqyrë zotit, si thonë, nga që kam njoftë të anë dhe mundohem që mos ta kem të vetja pjesën që nëse bëj diçka të shoh target kryesor lekun, apo kjo është. Fakt, edhe tek filmat e tu, që unë i kam parë edhe më kanë pëlqyer edhe të komplimentoj. Faleminderit. Ti i reflekton në një formë shumë të këndshme gjitha këto anët e errta të shoqërisë. Mundohem sepse ka diçka populli jon nuk e do shumë atë mesazhin sensibilizues, mesazhin ndërgjegjësimit apo le të themi atë moralin që i bëhet. Nuk duan ti bësh moral drejt për drejt. Nuk duan. Unë kam vure, unë isha dhe jemi popull me sedër, të lutem. Popull me sedër, por kemi edhe atë pjesën e unit që jam unë dhe s'ka tjetër di unë se çfarë bëja. Kupton edhe unë po ndar edhe në pjesëmarrjen time që isha në një reality show dhe mundohesha që gjithmonë të isha në promovim dhe prezantim të mesazheve këndshme për publikun, normave standarde njerëzore, më thënë është në pas që nuk pata nuk të faktorizoi as pak edhe kjo fakti që dohet vendosje në pa vlerat njerëzore. Ore Marius, sa ka ndikuar edhe tek kjo gjëja këtu jotja tek pjesëmarrja në këtë reality show, kjo që sapo the që njerëzit duan të bëjnë lek të shpejt. Pra për të promovuar vlera, sjellje, mënyra të ndryshme të qëndrimit që të shkojnë sa më shpejt te fama ose te në ato format ke dy mundësi, ose të bësh çfarë do publiku ose të bësh çfarë do ti të bësh. E kupton? Nëse të bën çfarë do ti të bësh, shpesh herë mund të përballesh me atë që përballë unë le të themi që një mospranim nga popullata, në thojza, kupton, sepse kanë pasur suport patjetër. Konsiderueshëm edhe, por unë nisem nga fakti i cili ishte që eksperjenca ime aty zgjati pak. E kupton? Edhe duhet të them që te pjesa e tyre që kanë target kryesor, gjonat materiale, lekun, famën, këto është le të themi një sukses që shihen e ka të përkohshme. Tani, unë po kthehem pak te falli, sepse materializmi është në një lloj forme i përfshirë aty. Po. Në fund duket sikur dashuria poshtë materializmin. E beson ti këtë në jetë? Unë besoj që çdo njeri ka momentin e vet, pikën kyçe të reflektimit të tij, e kupton, sepse ka njerëz që realisht
mund të kenë qenë dhënë pas materializmit, mund të kenë qenë dhënë pas shumë faktorëve të tjerë apo të varur nga vese të caktuara dhe kanë bërë papritur një kthesë të konsiderueshme në jetën e tyre. Dhe unë besoj te këto reflektime të këtyre individëve. Kur mendon që reflekton njeriu? Kur është ajo, ku di unë, e sheh veten pas tyre dhe thua stop, nuk e bëj më këtë. Mendoj në pikën e tyre më të ulët të jetës vet. Mendoj që në shkënimet më të mëdha ose në momentin që kuptojnë që leku s'të blen dot gjithçka. Mendoj që kjo është një pikë, ose pjesa e veseve, le të themi, momentin që ti po hum shumë dhe po sakrifikon njerëzit që ti ke për zemër apo njerëzit e afërt. Këtë nis edhe nga eksperienca e profesionit tim. Për ne them që kam parë njerëz që realisht kanë bërë kthesa të forta në pika të caktuara të jetës tyre. Dhe është fakt, nuk është se është diçka që është një mit. Unë kam parë dhe e kam prerë nga afër në shumë raste që ky është fakt. Pika kthesa që bën individ caktuar. Dhe përgjithsisht pëlqen fakti sepse njerëz të tillë e bëjnë kthesën pasi njohin Zotin, e kupton? Edhe në momentin që këto bërë reflektojnë, mendoj që për një pjesë mirë reflektimi është shumë i sinqertë dhe normalisht mundohen si që të japin një upgrade jetës tyre apo stilit tyre të jetesës. Vërtet. Po.